xhelozia e para. Që në fillim. Po, xhelozia, posesiviteti dhe presioni. Të treja këto janë trecë të presioni? Gjysit. Atëherë, për të treja nga një shpjegim, xhelozia është kur futen në gjërat tuaja personale dhe të krahasojnë, për shembull, pse ke bërë follow këtë, pse ke bërë follow atë. Ti sikur ke dëgjuar bisedën që ne bëm deri tani, djalë. Është e para herë që i bëj punë vetes. E dyta, tham posesiviteti, është ajo që nisi e lezetshme kur thotë që ti je i imi, po pastaj bëhet cringe kur thotë ti je vetëm i imi edhe si përket asnjë gjëje tjetër. Një sekond, kujt i përket tjetër? Natyrës, botës, tokës, universit? Pas jetës time personale, asaj që më ka bë deri këtë që jam, gjithë vite. Okej. Po tjetër? E fundit? Dhe treta është presioni, kur të kërkon me ngul në diçka. Domethënë është bukur që unë të çoj lule, po s'mund të më thush ti që pse s'm ke çuar lule, se ndryshe s'të vinë më kurrë ato lulet. Unë jam Blerta, këtë episod të plot të pa manual keni mundësi ta shihni vetëm në YouTube tek Andale.al dhe të gjitha prodhimet tona të tjera. Kështu që urgjent tani të bëni subscribe tek Andale.al.